Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. 30 ditë para sulmit në zemër, trupi jep këto shenja. Mos i neglizhoni, mund t'ju kushtoj në jetën. Shëndeti i zemrës kërkon një përpjekje të vazhdueshme, të përdorni këshillat e duhura dhe të qëndroni larg rrezikut. Shëndeti i zemrës përmirësohet nëse ushqeheni mirë, konsumoni suplemente si omega 3 ose hekuri, si dhe kryeni aktivitet të rregullt fizik. Ataku në zemër është një nga sëmundjet më të përhapura të zemrës në vendin tonë. Në Shqipëri, rreth 9.000 persona humbasin jetën çdo vit për shkak të sëmundjeve të zemrës, citon edhe Shëndeti Publik. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktarët më të mëdhenj të humbjes së jetës në botë. Sëmundjet kardiovaskulare përfshin defekte të zemrës, aritmi dhe sëmundje të tjera të arterieve koronare. Nëse nuk tregoheni të vëmendshëm ndaj simptomave që trupi juaj është duke shfaqur, atëherë edhe trajtimi i këtyre problemeve do të jetë më i vështirë. Sa më shpejt të kapet problemi dhe të mos neglizhohen simptomat, aq më i lehtë do të jetë edhe parandalimi. Shëndeti i zemrës përmirësohet nëse ushqeheni mirë. Megjithatë, ju duhet t'i vini veshin trupit tuaj që është në gjendje t'ia paralajmërimet e tij të para për një atak në zemër. Një atak në zemër ndodh kur gjaku i pasur me oksigjen që rrjedh në vena krejt papritur has në pengesa dhe nuk mund të arrijë në muskulin e zemrës. Si pasojë, kjo pjesë e zemrës nis dhe humbet për shkak të mungesës së oksigjenit. E gjithë zemra mund të shuhet nëse nuk ushqehet me gjak. Nëse kundërveprimi është i ngadalt, atëherë zemra rres së rrahuri dhe njeriu humbet jetën. Një tjetër shenjë është edhe lodhja. Lodhja e tepërt është një prej shenjave të para të një ataku në zemër. Është më së normale të ndjeheni të lodhur pas një dite stresuese, por nëse lodhja është kronike, atëherë duhet të shqetësoheni dhe të kryeni analiza. Nuk është natyrale të ndjeheni të lodhur pasi keni fjetur mirë, ngrënë mirë ose nuk keni bërë asgjë gjatë gjithë ditës. Nëse i keni këtë simptom, konsultohuni me mjekun. Çrregullimet e gjumit janë një tjetër tregues paralajmërues i atakut në zemër. Në këtë mënyrë, subkonscienca që po ju tregon se ka diçka që nuk shkon. Çrregullimet e gjumit mund të jenë pasojë e nevojës për të urinuar më shpesh, etjes së madhe dhe nevojës për ujë. Konsultohuni me një mjek dhe sigurohuni që gjithçka është në rregull. Një tjetër shenjë paralajmëruese është mungesa e frymëmarrjes. Një zemër nuk funksionon mjaftueshëm duke u furnizuar me oksigjen, atëherë do ju duket sikur ju mungon ajri. Tretja e keqe është një tjetër shenjë paralajmëruese e ataku në zemër. Nëse stomaku është gjithë i trazuar, atëherë diçka nuk shkon. Keni parasysh se tretja problematike mund të shkaktohet nga ushqimet pikante. Nëse ndjeni dobësi në njërin krah dhe ankth në rritje, atëherë edhe kjo mund të jetë një tregues i një ataku në zemër për shkak të mungesës së oksigjenit, citon WebMed. Kur kjo ndodh dhe zemra i dërgon një sinjal shpinës, të gjitha nervat shpërndaren në krah dhe shkaktojnë ndjesinë e dhimbjes. Nëse ndjeni mpirje të duart, atëherë një shkak mund të jetë edhe ataku në zemër që mund të ndodhë nga momenti në moment. Nëse kuptoni se keni këto simptoma, vizitoni te një mjek menjëherë. Neglizhenca mund t'ju kushtojë shumë. Prandaj nuk duhet ta anashkaloni shqetësimet që zemra juaj është duke shfaqur. Gulçimi. Në rastet se keni vështirësi të frymëmarrjes, ka një shans që ju duhet të përjetoni sulm në zemër. Kur qarkullimi i gjakut në zemër nuk është i rregullt, kjo do të thotë se mushkëritë marrin më pak oksigjen dhe rezultati përfundimtar është gulçimi. Sistemi i frymëmarrjes dhe sistemi kardiovaskular janë të lidhur ngushtë, kështu që kjo mund të jetë patjetër një shenjë e sulmit në zemër. Lodhje të vazhdueshme. Pasi pllakat e arterieve koronare fillojnë të bllokohen, ju do të filloni të merrni pak gjak në zemër, gjë e cila do ta bëjë zemrën që të bëjë punën e muskujve më të vështirë dhe kjo do të rezultojë në një lodhje të vazhdueshme. Djersë të ftohta ose ndjenja të shpeshta të marramendjes. Në rast se ju jeni duke përjetuar këto simptoma, tregon se qarkullimi i gjakut në sistemin kardiovaskular është i përkeqësuar dhe kufizon sasinë e gjakut që arrin në tru. Dhe kjo mund të çojë në ndjenje të marramendjes dhe djersitjes së ftohtë.
Kjo është veçanërisht e dukshme kur ngriheni nga shtrati ose nga karrigja me shpejtësi. Ndjenjë të pakëndshme në gjoks. Ulja e sasive të oksigjenit në muskujt e zemrës për shkak të rrjedhjes së dobët të gjakut mund të çojë në një ndjenjë të pakëndshme në gjoks. Kjo dhimbje gradualisht rritet derisa individët mund të përjetojnë një sulm në zemër. Këmbët të fryra ose të entura. Nëse vini re se këmbët ose gishtat tuaja janë dukshëm të fryrë, ju mund të keni probleme me mbajtjen e lëngjeve, quajtur edhe edem. Mbajtje fluide mund të jetë një shenjë e sëmundjet të arterieve koronare, dështim të zemrës dhe forma të tjera të sëmundjeve kardiovaskulare. Më shumë se 80 milion njerëz kanë një ose më shumë forma të sëmundjeve kardiovaskulare dhe përfshirë rreth 900.000 njerëz humbasin jetën çdo vit nga këto shqetësime. Kur ndodh që zemra nuk ka forcë të mjaftueshme dhe gjaku nuk është larguar nga produktet e mbeturinave që mbeten në inde, atëherë edema zakonisht fillon në këmbë, në kyçet e këmbës, në gishta dhe në duar, sepse ato janë më të largta nga zemra dhe qarkullimi është më i varfër. Rrahje zemre të parregullta. Shkaku më i zakonshëm i rrahjeve të parregullta të zemrës është sëmundja e arterieve koronare, e cila kufizon rrjedhjen e gjakut në zemër, lodh sistemin dhe mund të bëjë që rrahjet e parregullta të zemrës dhe koordinimit të mos funksionojnë si duhet. Dështimi i zemrës gjithashtu mund të shkaktojë aritmi. Ndjenjë dobësie. Kur trupi tuaj nuk merr sasinë e nevojshme të oksigjenit, ju me siguri që do të ndjeheni më të dobët se më parë. Ngushtimi i arterieve do ju bëjë të ndjeheni më të dobët në përgjithësi për trupin tuaj. Nëse përjetoni këto simptoma, adresojeni menjëherë ato tek mjeku përkatës. Neglizhenca për një kohë të gjatë e këtyre shenjave mund të krijojë gjithashtu edhe dëmtime të parikuperueshme në shëndetin tuaj. Simptomat e përsëritura të gripit ose të ftohjes edhe gjatë verës mund të vijnë për shkak të dobësimit të qarkullimit të gjakut në zemër. Nëse ndjeni se keni simptoma gripi ose ftohje nga askund, mund të bëhet fjala për paralajmërimin e një ataku në zemër. Shumë njerëz kanë mbajtur sulm në zemër edhe më vonë kanë thënë se disa ditë para kësaj kanë përjetuar simptoma të tilla si kollitje e the të tjera. Presioni fort në gjoks. Presioni vazhdueshëm në gjoks, dhimbje dhe ndjenjë jo e mirë për cjellje me tension të ngritur. Kjo mund të jetë gjithashtu më e shpesh deri në ditën e sulmit të zemër. Marramendje dhe djersë të ftohta. Qarkullimi i dobët është fajtor për një gjë të tillë pasi qarkullimi i gjakut në trup është i kufizuar dhe kjo është tashmë e rrezikshme për jetën. Në situata të tilla ju hetoni marramendje të shpeshta dhe konfuzione. Nuk duhet të injoroni shenja të tilla. Dobësi pa arsye. Nëse ndjeni të dobësuar, një gjë e tillë rezulton nga ngushtimi i arterieve të cilat nuk lejojnë gjakun të qarkullojë normalisht. Muskujt në këtë rast nuk marrin gjë, atë që është e nevojshme që mund të ndodhë mund të jetë edhe rrëzimi. Frymëmarrje të shkurtra. Nëse zemra merr pak gjak, kjo do të thotë se mushkëritë marrin më pak oksigjen se normalja. Nëse keni probleme me frymëmarrjen, duhet të vizitoheni me patjetër nga një mjek, pasi kjo mund të nënkuptojë se mund t'i afroheni gjithashtu edhe një sulmi të zemrës. Lodhja pa arsye. Nëse arteriet ngushtohen, zemra pranon më pak gjak, gjë që ju bëj të mos funksionojë edhe në mënyrën e duhur për të funksionuar me vështirësi. Kjo është një arsye pse ndjeni të lodhur dhe të përgjumur gjatë gjithë kohës. Nëse vëreni këto simptoma që përsëriten her pas here, atëherë mund të jetë një shenjë problemi të zemrës dhe duhet të adresoni atë tek mjeku juaj. Pagjunësia. Nëse po përpiqeni të flini dhe keni probleme ose zgjoheni jashtëzakonisht herët, kjo mund të jetë shenjë pagjunësisë. Pagjunësia mund të lidhet edhe me rrezikun e shtuar të sulmit në zemër dhe goditje në tru, veçanërisht tek femrat. Andaj duhet t'i adresoni këto problematika sa më shpejt tek mjeku juaj përkatës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.